do shkoj në Firenze në këto momente, sepse kam Naim Doda, i cili është një nga autorët e ngritjes së shkollës shqipe Jeronin Derada në Firenze, shkolla e parë që është në zonë dhe është një djalë si Naimi, i cili është dhe presidenti i shoqatës kulturore Adriatiku atje. Naim, përshëndetje dhe faleminderit që jemi bashkë në emisionin Ura. Përshëndetje, mi mbrëma, faleminderit. Naim, më thuaj, ishte kaq shumë e nevojshme kaq vite për të hapur një shkollë atje dhe kur vje puna u gjet 2024 për të hapur? Atëherë, unë faktikisht kam 26 vite në Firenze dhe kam qenë mësues në Shqipëri. Kam mbaruar shkencat e natyrës. Po. Dega fizik. Kam pas disa tentativa të mëhershme, jo se nuk ka pasur, por ndoshta ka qenë të shkëputura. Dhe me sa di në provincë këtonë, në Pistoia, pati një tendencë mos gaboj para 10-15 vjetësh, por nuk zgjati shumë. Kurse me Firenze asnjëherë nuk ka pasur shkollë. Naim, tashmë ka qenë një vakum. Më shkruan dhe dikush vite të tëra, kjo zonë nuk ka pasur shkollë shqipe. Nuk ka qenë e nevojshme, nuk kemi pasur mësuesët, apo nuk ka qenë atmosfera për ta krijuar një gjë të tillë? Është ajo që thoni ju, nuk ka qenë atmosfera, sepse mësuesët nuk mungojnë, janë të shumë, dhe ka kërkesa të jashtëzakonshme që janë në rritje. Nga ana mësuesve flas, janë në grupet që kemi ne, nga lidhja e mësuesve për gjithë Italinë, që janë 40 shkolla shqipe, në grupet e ndryshme bëjnë kërkesa. Jo vetëm që të duan Firenze, po tentojnë të shkojnë në për shkolla që janë më larg Firenze, si në Parma, shkolla Skanderbeg, që është më me përvojë që njoh unë në këto 26 vite. Atëherë ne menduam një grup intelektualësh, sa më atëherë ku pasim kaq mësues, pse mos arrim këtu në Firenze? Dhe u arrit por ne krijuam një asociacion në fillim, sepse kjo shkollë do të një mbështetje. Sigurisht. Atë desha të them, cilat ishin pikat që i mbështete për të hapur një shkollë, sepse administrata italiane i ka ca gjëra të përcaktuara, apo jo? Duhet një asociacion që të mblidhet, të hapë, të bëj kërkesa e të tjera. Administrativisht ishte vështirë? Atëherë, ne nuk e kemi hapur në rrugë administrative, sepse ka disa procedura. Atëherë, për ne fola përpara për asociacionin, sepse shkolla shëluar me asociacionin, me shoqatën, me shoqatën. Atëherë, shoqata regjistrohet, ka rregulla, ke një status, ke një akt ku ke nënshkruar krijimin e shoqatës. Sa që ndodh, me të pas gjithë dokumentat e rregulla, duhet të hysh në gjithë organet që ekzistojnë këtu, siç është prefektura, të regjistrohet siç është regione, siç është komuna e tjera të tjera. Pra janë gjitha mundësit për të gjitha mundësit për të qenë në rregull administrativisht dhe për të marrë mbështetjen. Naim, ajo që më bëri përshtypje në këto momente është Europa, që është dhe Italia, për shkollat me karakter nacional, pra shkollat e identitetit të komuniteteve, ka filluar të ketë projekte financimesh, njëkohësisht edhe vetë qeveria shqiptare, ka marrë përsipër që diçka të subvencionon librat, subvencionon tashmë edhe paga kontrata për mësuesit. Është një mundësi, një favor që duhet shfrytzuar apo akoma jeni herët? Unë nisem pikërisht nga ajo e dyta. Është pikërisht qeveria shqiptare që po insiston me investime që në çdo vend, sidomos në Itali dhe në Greqi që ka më shumë emigrantë të hapën shkolla. Ne kemi qenë në një forum në Bologna me një grup mësuesësh. Po. Aty ka qenë prezente edhe ambasadora jonë në Rom, ka qenë konsulli i Kosovës, sepse tashmë dihet që mjetet për të mësuar gjuhën shqipe janë të njësuara, abetarët le të themi, dhe na shprehur shprehimisht që ne jemi në të disponueshëm, jemi në krah të juaj që t'ju ndihmojmë me gjithë aftësitë dhe risorset që kemi në dispozicion. Pra ne u nisëm nga ky fakt. Ndërsa për sa i përket asaj që mund të presim nga Italia, akoma është herët me usën, sepse pa u futur në këtë instancë, si çfarë përpara është sa e vështirë.
është, nese, perspektiva tjetë e qartë. Më thuaj pak cili ka qenë interesi i prindërve dhe i fëmijëve për të filluar për regjistrimet dhe a u ndjej që në fillim regjistrimet e nxënësve? Me thënë të drejtën, ne kishim kohë që kishim hapur në rrjetet sociale, mbasi u bë shoqata, filluam të gjithë ato njoftimet, edhe deri pak ditë përpara, me thënë drejtë, ka qenë një numër pak i vogël dhe sikur u tremëm pak në Sojza. Por ditën e parë që u hap shkolla, kemi pas aq nxënës sa nuk na e mori mendja. Numri shkoi rreth 30 nxënës, sa që ne për momentin nuk i kishim librat, dhe shumë mësues, shumë prindër, shumë njerëz që njihshin, na thanë që përgatitemi se keni një fluks akoma më të madh. Pritja do jetë për një fluks të madh. Patjetër. Bile ka interes, më falni, ka interesve nga në shtetas italian që kanë martesa me shqiptarë. Që janë vi moshat 30 vjeç, që duan të mësojnë gjuhën shqipe. Wow, që nga vërtet shumë. Megjithatë, me qënë se jemi tek librat, ambasadori dhe ambasadat marrin kërkesat. Marrin kërkesat tuaja dhe një planifikim, cili do ishe planifikimi juaj për librat, për paketat e librave, sepse është një drejtori e madhe që subvencionohet nga shteti për të prodhuar librat e nxënësve që do mësojnë shqipen jashtë. Po, neve bëjmë kërkesën pranë konsullatës, sepse Firenze duke qenë në qendër, mund t'i marri si në ambasadë në Rom, po mund t'i marri dhe nga konsullata në Milano. Po, ajo është shumë e rëndësishme, mjafton të realizohet, pak rëndësi pasaj ka se nga i merë. Jo, po pikërisht jam duke shpjeguar këtë që ne bëjmë kërkesën përpara dhe funksionon në anë të vitit skolastik, të vitit shkollor, nga shtatori i 2025-ës për shtatorin e 2026-ës. Ne kemi bërë kërkesën, kemi dhënë një numër pak a shumë, plus minuse, dhe ato na janë përgjigjur që librat janë të gatshme dhe kur vjen momenti na dërgojnë në shkollë, që nuk është nevoja të shkojmë, atë gjë na vijnë direkt në vendin ku jemi. Është shumë gjë e organizuar, është qendra e diasporës thash për botimin e librave, është lidhja e mësuesve të shkollave shqipe për gjithë Italinë, ku janë mbi 40 shkolla, dhe ka një koordinim perfekt. Plus neve si shkolla kemi bashkëpunime me shkollat e ndryshme. Unë për shembull, për pak kohë që kam hapur dhe për pak kohë që po përgatisha, kam me Bozanon, kam me shkollën e Trentos, kam me shkollën e Bolonjës, kam me shkollën e Parmës, janë dy shkolla. Pra ju keni modele. Parma. Keni modele për të kopjuar dhe për të marrë eksperjencat. Po, për të kopjuar, për të bërë shkëmbim eksperjencash, për të pa programet, ndoshta edhe për në një libër, është ajo plus minusi që ne nuk mund të plotësojmë. Bile unë pres tashi, me datë 25, më vi shkolla e Bolzanos. Janë rreth 50 veta që ka eksperiencë goxhat madhe Bolzano në të paktën në... Patjetër do na vinë rreth 50 mësues me prindër dhe fëmijë. Ne do i presim Firenze, janë në kalim tranzit, se ata do ikin te shkolla Besa që ndodhet në Rom. Shumë interesant. Atëre, kthehemi pak tek Asociacioni Adriatiku, një shoqatë kulturore. Nuk njohet më. Kthehemi pak tek shoqata kulturore Adriatiku, që ju e drejtoni, tashmë më thuaj pak fokusin e kësaj shoqate kulturore dhe tashmë janë bërë të shumta, por secila ka specifik në vet, ku jeni orientuar ju. Në fakt, hapja e shkollës në Firenze, më shkruani, sa po pam posterin e Naimit, më shkruani disa personazhe që janë nga Toskana dhe thonë vitet të tëra kemi kërkuar, thotë dhe më tepër janë të interesuar prindrit e Kosovës për të hapur shkollën shqipe atje në Itali, në Firenze, se sa prindit shqiptar. Kjo pyetje më shqetësoi dhe do desha t'ia drejtoj edhe Naimit. Naim, më dëgjon tani? Naimi ka problem teknik, atëre edhe do tentojmë dhe njerë, atëre, kur e dëgjova këtë si shqetësim, që prindrit e Shqipërisë duan, po më tepër kanë filluar të mësojnë vetë Shqipen atyre dhe jo të orientuar në shkollë, kurse prindrit e Kosovës, shqiptarët nga Kosova që jetojnë në Itali dhe në zonën e Firences, doni që çdo gjë të udhëhiqej
me shkollën. Çdo gjë të merret nga mësuesi dhe atmosfera të jetë nëpërmjet miqve dhe shokëve. Naim, më dëgjon tani? Unë ju gjoj shumë mirë. Atëre shumë mirë. Naim, do të bëj një pyetje të tillë sepse më shqetëson pak, më shkruan dhe dikush që prindrit që vinë nga Kosova, që janë nga Kosova në Itali, në Firenze, janë më të interesuar për të hapur shkollën shqipe atje, se sa shumë shqiptarë të tjerë nga Shqipëria, të cilët e kanë këtë problem tek fëmijët, por nuk janë të impenjuar për të hapur shkollën. Ndodh kjo? Po, është një fakt, sepse ne kemi një komunitet shumë të madh shqiptarësh të Kosovës, bile ne na ka pritur ambasadorja e Kosovës në Rom, Nita Shala, si società. Na ka pritur ka herët ka mbi një muaj e gjys, dhe është e para që ka shpreh dëshirën të jetë e gatshme me datë 17 maj, që ne do bëjmë inaugurimin e shkollës, ku do kemi të ftuar nga përfaqësues të vendit tonë, nga konsullata, por edhe nga komuna, si sa, nga prefektura, me rendje të larta. Po Kosova shumë e predispozuar të kemi. Atëre, Naim, jemi te shoqata Adriatiku. Po. Më fokuso pak cili është objekti juaj dhe keni filluar të realizoni aktivitete? Atëre, ne në së drejtë kemi gati 3 muaj që jemi kryer. Dhe si objektiv kryesor kemi pas shkollë. Po. Si sa dhe për parametru futur në këto organe si duhet, ne synimin që kemi nuk është vetëm shkolla, nuk do mbeti vetëm në atë të shkollës, por është të mbledhim komunitetin shqiptar, sepse kemi një komitet shumë të madh në Firenze. Nuk mund të flas me cifra të sakta, por duhet të jetë mbi 60.000 dhe jemi nga të gjithë të huaj, kemi komunitetin më i madh në Toskana të Firenzes. Kështu që ne duke mbledhur komunitetin, do bëjmë zëri atyre, do jemi pranë komunitetit dhe natyrisht që do merrem pasaj dhe me aktivitete të tjera, sepse në shkollë nuk të presupozohet vetëm mësimi i gjuhës shqipe, por është edhe i traditave tona si vallet, këngët, duke veshur kostumet kombëtare, për përcjelljen e traditave tek fëmijët. Pra, kemi një sër objektivash dhe presim që me të bërë inaugurimin do vazhdojmë paralel dhe me gjëra të shumë të tjera. Kemi edhe një komunitet shumë të madh arbëresh, jo rastisht është emri Derada, nuk është i rastishëm. Kemi mbi 2.000 veta në provincë, që jetojnë në një provincë të Firenze që quhet Campi Bizenzio. Kemi kontakte me një shumë të shkuar me një dramaturg, shkrimtar, Mario Kriva, që është në Palermo. E kemi pas të ftuar viti që kaloi, kur bëmë një organizim intelektuale dhe bëjmë një promovim të librit të tij, I sbarchi di albanesi in anni 90. Ishte një diçka shumë e bukur, shumë e mirë dhe kemi akoma kontakte dhe një të nesme, se jo të vendosim ura bashkëpunimi dhe me jugun e Italisë, ku ndodhet një komunitet shumë i madh arbëreshës që 600 vjetësh ruajnë gjuhën dhe zakonet tona. Naim, e ndjen që shoqata Adriatiku ka një objekt, por do energji të mëdha? Jo, energjinë e kemi. Energjinë e kemi sepse jemi një grup shumë solid, një grup që kemi fut njerëz nga të gjithë fushat, njerëz dhe me moshë janë më të pjekur dhe më të madhë se unë, deri tek më të rinjt. Por ne si shoqatë më tepër synojmë që të tërheqim më shumë të rinj shqiptar, sidomos ato që janë brezi dytë, që janë lindur këtu, që kanë ardhur ose kanë ardhur të vegjël, sepse janë të shumë të numër dhe duke pas parasysh se të gjithë janë të diplomuar dhe studiojnë në Itali. Për shembull, zëvendësin tim të shoqatës e kam avokat, ka ardhur vjeç në Itali. Si quhet? Ledion Kalivatsi. Po, gjenti. Është nga Fieri, po. Qartë. Kemi arsimtar, kemi mjek, kemi inxhiniera, pra kemi një grup shumë të fortë intelektualësh dhe nuk i trembim asaj. Vetëm se thash, ime në hapat e para, çdo gjë duhet të marrë kohën e vet. Ky është një proces, nuk është një gjë e shkëputur, do vazhdoj, jemi optimist, lidhemi çdo ditë.
dhe do esim përpara, kjo është e sigurt. Shumë interesant. Atëre, me qenë se minutat ikën dhe prezentuam shkollën, do desha një mesazh për prindit dhe fëmijët e shkollës Jeronin Derada dhe një mesazh për njerëzit që t'i afrojnë shoqatës, se kur i afrojnë shoqatës, tashmë bëhet i madhe dhe komuniteti shqiptar atje, apo jo? Po, patjetër, ne do ta zgjerojmë rrjetin duke dhënë teserat, që teser antarësimi këto, me një kod, natyrisht, të pa limituar, me vullnetar, siç është shoqata, dhe duke dhënë këto tesera, rritet ve shoqata, sepse këto pasaj bëjnë pjesë të asambleja e soqeve dhe kanë të drejtë edhe vendimarrje. Dhe pa asamblen, nuk bëhet gjë, sepse asambleja mbyllet një herë në vit, ku merren vendime shumë të rëndësishme, ku vendosen edhe për buxhetin, për projekte e shumë gjëra të tjera. Po unë për sa i përket familjeve shqiptare, fëmijëve, duke qenë se kam qenë dhe ish mësues, unë e ligjimon me atë boshi që duhet familja, shkolla dhe shoqëria. Kështu ka qenë emisioni jonë, familja, shkolla dhe shoqëria. Kështu ka qenë emisioni RTS-s, apo jo? Po, patjetër, sepse këtu ka të bëjë shumë me shoqëria, sepse familja e çon në shkollë, ne kemi në shkollë, por pjesë më të madhe këto fëmijë e kalojnë jashtë shtëpisë. Se unë kam vetë fëmijët e mi që kanë lindur këtu. Qartë. Unë bëj pjesë si familjar, si ish mësues, shkolla bot vetëm, po pjesë më e madhe shkojnë në aktivitete. Tu fëmijët të dalin 8 mjesit, vinë në 6 të darkës. Qartë. Atëre, mbetet dhe ai mesazhi për fëmijët, edhe për rinin, edhe për atë grup italianësh që duan të mësojnë shqipen. Po, është interesant. Interesant se kemi kërkesa. Atëherë s'mbetet gjë tjetër, të falenderoj Naim që tashmë iniciativa juaj është bërë reale dhe tash kemi shkollën shqipe Jeronin Derada në Firenze. Po, faleminderit, shumë faleminderit. Është një realitet dhe jam i sigurt, kam shumë besim te grupi që kam, jo te vetja, po te grupi, se grupi është i pari, po s'pa te grupin nuk e, në çdo aspekt. Respekt për ju dhe bashkëpunëtorët tuaj, njëkohësisht të falenderoj shumë për realizimin e kësaj ëndre të shumë shqiptarëve në Firenze. Faleminderit juve, ju uroj gjithë të mira. Respekt. Dashur miq, duke falenderuar Naim Dodën edhe grupin e tij, edhe shoqatën Adriatiku për këtë mirësi, them në nevojë të domosdoshme të shqiptarëve të Firencës për fëmijët, aq më tepër që kemi edhe shumë njerëz që ndoshta duan të vinë të investojnë, por duhet të mësojnë shqipen nëpërmjet shkollave shqipe të ndërtuara atje.